Këta të pëdykës le që neve për në rajnë, për të shkanis me rajtë a Zotin. E posh proma për prom, atë Tahirin, atë farë ish kandidati për Mitrovic, thash, këshyre, para zgjedhjeve komunale shkoj kena për xhamia e të ushtrinke e bët përpjet e të u fal e thash jo ku po dal me dal një njeri mirë aty që nuk vjedhe, që nuk rane, që është i ri e ka një perspektivë. Kur për shëprom, shka me po, raki t'ja kesh fut raki atu, ha, boca. A, ku konone për shumë. Thash këqërë burë. Po nese kënë nuk ka faj, se kjo është i rije me kanë të rish edhe bash. Jeta që ashtu e ka, din se s'ki tjetër rrugë. Ama 27 vjetë në kanë rajt neve, tash neve s'po mund me në rajt, po mundohen me rajt edhe Zotit. Po nuk rajt as Zoti e as njeri, se nuk i hanë bre kush të forët juja, ko të kini pasha besën, ko të kini ses badi hava kini. Rani sot dëni. Isha këta gazetarë të për vaqicat të fole të thonë gjithë shka. Të li farana bre, të li far shpifje, së ku i gjojnë, edhe ata nuk mujnë me besu o burë shka thujnë. Ngone shka thët Baton Haxhiu. Dhe Kadri Veseli, bashkë me mikun me shokun e tij, kanë kërcyer nga avioni për të nisur në Kosovë për arsye se nisishin për luftë se luftëtarët ishin atje. Dhe po aeroplani nuk ka zbritur. Po Kadri Veseli ka kërcyer nga avioni. Ky është Kadri Veseli. Dhe për atë takuar në vitin 1997, shefin e shërbimit sekret të Slobodan Milošević. Dhe vetëm pas një viti, për 2 vjetërisht, besoj ka drejtuar masakrën me qytetarët e Kosovës. E kam takuar në vitin 1997. Me ka taku? Apo bre farana bon. Ta marmane që Kadri Veseli o Superman. Fluturanaj. Fap, këcen për atjeshe dvam, vim, të push për pjetë, fluturan njeri. Po këqërë bre, ku i gjojnë të rana? Edhe ka një 20% për dëkëse besojnë. Unë e kam njëfshëm, shumë tafër njëfshëm, a i beson, kur i thamë unë e qështu, thët jo, thët, kjo e ka mirë, thët se ka kësy për i me. Ta shbën e men, për i me ka kësy pej aeroplanit, 900 km/h aeroplani a konë të hec, e ka qelderën, trak, edhe ka kësy edhe aton, kësh kësy pa parashut heq. Të këqërë qëfar farana mujnë njeri me dënë. Jetën tim. Ky popull nuk meriton kur gjë ma shumë sa s'po du me thonë ato që duhet me thonë. Jo, nuk e përte prova. Cili është? Batal, jo. Ky popull nuk meriton kur gjë ma shumë se sa s'po du me thonë. Neve i kishim... Shka me thonë tina të njeri? Ne kemi jetu në pikrisht unë e lutë. Qërë. Vitin 2000. Ndo ne tjetër në rënë. Ka njerë po më futni në gjëra që s'kam qep mi folë, po më duhet mi folë. Në vitin 2000, kë që i ke për balti. I ka shliru Kosovën. Me qatë fuqit vogël që e kom pas, e kom nalë murin e Mitrovicës. General. Të cilët, i cili ka qenë i aprovuar, edhe i bërë gati me fillu ndërtimi nga ushtria franceze. Për djelin tonë, bravo që, pejtë zyrës, kur e kom botu ato, e ta është këllë. Ani këtë tjetëri që shqepën, bravo qoftë, adin, të mërmene që për beson, adin, e për dhe bravo qoftë, se te kesh liru Kosovën, Mitrovicën, e krejt. Ta ne po thojnë, po ankohen pëse për në thoni që kena marrë pare për Serbijës, po qyshbëm, ka i ke marrë parët për hajtë. Vesh kalzana, ka i morë gjitha të pare, burë që e në bo milionera së ta gazetartë e tonë. Burë Zvicra, 9 milion banore, ka një televizion të latë e ka që ato, edhe s'po mundet me majtë. Në Kosovë, 17 televizione
nacional. E lokal, hece dije sa janë një 300-400 janë. Portale mës vetë 300, 3.000, 5.000, 10.000, sa dush, ma shumë se kena. Edhe i mojnë, kanë 20-30 punëtor, kapi morën të pare por. Zvicra s'pë mundet me majt një televizion, me 8 milion banor, e çfarë buxheti ka Zvicra, e së në banë. E ma keqa që na paguna, çdo familje pagun ka 350 franga në vit veç për televizion. A e këqyre se këqyre kemi pagu qatë pare. Plus tjerat, reklamë atë shka pëdion. Në Kosovë, se pagun kërkush, edhe këtë pasunika, këtë me Ferrari 200.000 euro, 300.000 euro, shpia, se berat buzhala, 600.000 euro shpi ka maru. A veç me maru, po letë rollën që ka blen e këtër tuk ato 1 milion, plus me maru 600.000. Kapi morën. A dënë. Tani po thë, ja po qitë në emnat, po emnat janë ditën, s'ki nevoj me qitë. Krejt Kosova e din kush merë pare për Serbijës. Hesh nuk ki nevoj më lodh, vetë e din në qytet, bënë një intervjist me njerës thjesht në qytet, a ti kalëzën gjithë kush i emnat. Gjithë kush i mundet me ti kalëzën emnat. Pa kur për problemi. 99% e popullatës të na e din që kush merë pare për Serbijës. Krejt të sen e dije në punë. Na, s'po kem shka me bon, po dhët me folën me kalzu, se prokuror nuk jem, as gjukatës nuk jem, as polis nuk jem, po me thonë që nuk e dina, nuk muna me thonë se krejt e dim. Aten, nuk mund është me na rajt neve, me na thonë një punë e smarë. Ajo është punë e kotë. Ajna ka rajt njera i pëdykës që ka shku në gjamia u falë para zgjedhjeve komunale, rana i dul për 2 muj dit. Dje, raki, cigare, lezet o lezet. Të rana dolin, badihova t'i rënë së dush, 1 muj, 2, 3, ape dolin, s'kan kam me shku. S'mundesh me ik rana, se dolin, i ka kom të shkurta. Po nëse, për që ata da kanë mejtë këta opozita me 20%, 15%, 13%, Ramusha i nëse a i në bjeshkaj, s'pe ka gallje sa përqen i meras, a është 5, a 4, a 3%, sa a i të pastër pëdën, a i pëdën me najtë atje naltë në bjeshk, se ka fort problemat farpune. Ama këta 2 partit e mdhaja, këta janë pak ma të latë se krejt këta. Nëse për përshëndes njerë deri në video në arshme, ta këqyëm shka po bëhet.